Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë, për vënien e interesit të përgjithshëm Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thella të kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një bandë të vetme, atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoqe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënte lavazhin e mendjeve tona? Mirë mbrëma, të nderuar miq, në histori me zhurmues do të sjellim një tjetër ngjarje. Në vitin 1959, ushtari me emrin Hajdar Beqir Hoxha nga fshati Larushk i Fushkrujës vritet në kufi. Unë juftoj të ndjekim një nga dokumentarët e realizuar në këtë vit lidhur me këtë ngjarje. Ja posta jonë kufitare pranë fshatit Braçan të Bilishtit. Jo larg kësaj, shikimi i rojes kalon në kufi në piramiden 37. Prej këndej duket mirë dhe posta greke. Rreth saj tani nuk ka asnjë lëvizje. Por ja që prej këndej, më 30 mars në mëngjes, 15 ushtar grek kaluan kufirin që shtrihet maj kodrës, u futën brenda tokës sonë dhe zunë në vend poshtë të skarpatës që u shihni. Ata vunën në shenjë patrullën tonë që kryente qetësi shërbimin në luginën poshtë të piramides. Ushtarët greke që hynë rreth 150 metra brenda tokës sonë, basi nuk arritën të kapnin një fshatar që bashkë me shokët të tjerë prisnin dru në thellësi të tokës sonë, hapën zjarr kundër fshatarëve dhe rojeve tona kufitare. U vra me të qelluara mitrolozi ushtari shqiptar Hajdar Beqir Hoxha. U plagos rëndë shoku i tij Bajram Shaban Hysa. Le të shkojmë tani në vendin ku ushtarët grekë kishin vendosur mitrolozin. Këtu u gjendën gëzhojat e plumbave të mitrolozit që u përdorën nga ushtarët grekë.
Ja ato, prova e krimit, pa përgjegjësia armiqë të zbrazën armë brenda tokës sonë. Me plumbat e këtyre gëzhojave, ata goditën pas shpine ushtarin Hajdar Hoxha. Ngjarja ka ndodhur 52 vjet më parë, por unë e kuptoj që emocionet janë përsërit forta kur i shikon këto zonja Rukie. E ftuar sot në histori me zhurmues është zonja Rukie, në atë kohë gruaja e Hajdar Hoxhës. Mirë se erdhe. Së gjeta. Ju ishit martuar në vitin 1955. Po. Sa vjeç ishit ju atëre? Unë kam qenë, ku 15, kam mësuar për 16, se kam qenë jatime, kam qenë pa babë. E ne ishte kohë e vështirë, ishim vabek. Po Hajdari sa vjeç ishte në atë kohë? Më i parë ishte. Dhe kishit lindur një vajzë. Lindëm vajzën 57-ën. E cila quaj? Qefsere. Qefsere. Me 14 mars, 57, s'ka lindë Qefserja. Po. Në 8 orë, ka hiku shtaraj. 8 orë 57. Ju kujtohet momenti kur iku ushtar? Më kujtohet. Po hiku, u sjeli herë rreth shtëpisë, kështu. E në hikën rëpë më të natë, në patën erdhë rëpët, në darkë neve. Nesit ka hikë. Bët një darkë? Po, bëm një darkë. Për cjellje? Po. E në hikën më thënë e për cjellën, ushtarë, ta rëpët dhe vetë. Kur ka shkuat, ke më fushkruj, se ka qenë, sa ka hëpë më qindë, i ka hodhë 9 steme, i cingare dohanë. Kurse 9 vetë i ka hodhë paqetën se ka pëspi dohonin nëna. E në vete ka pëspi dohonin. E në hiku. Hiku ushtarë, atje më të natë kishte arrit më në kalzun neve, si kam shku më Korç. Për kam sari. Najtë sa najtë më Korç. Ju ishit një nusere? Për nusere mës njefsha. Dhe kishit një vajzë disa muajshe? Pa. Ju si e përjetuat këtë moment, kur iku ushtar? Ma vështirë, për zotin, ma vështirë s'ka. Po, kishim verën, kishim në kalamajt e verës. Hajtë ma jetohëm, kina qenë shumë të varfën. Ngjarja ka ndodhur në 59-ën. Nga viti 57 deri në 59-ën, ju sa herë jeni takuar? Se besoj... I në taku 2 herë ka erdhej me leje. 2 herë ka ardhur me leje? Po. Ka erdhë 2 herë me leje. I herë najtë 2 net, i herë najtë vetëm i natën e hiku, se kishe për të transferu, ma. Pra, do ikte nga Këmsoria, do shkonte në Kufi? Pa më Kufi. Më qonë këta mu me najtë ke fisim, më zalë, e kënë gjudra, ke fabrike qementës, atje e kam fisin. Po. Më qonë të najtë këta mu, vetëm kur në gjova, se më kalzoj i gocë gjajtë temë, e kështë në gjuk, ha? E më kalzoj mu, më tha mu ishte bon, Hajdari 3 vjetë shta, kështë shku në Kufi. Ashtë të thash, hala si ishim marrë me letrana. Thash, unë s'kam shpresë si takohem ma me ta. Kishit një parandjenjë? Ha, sikur që mu putë më zemë. E ne tha, hajë, pëse thua është të thaja. Hajtë më nëjë se thashu. Ti jetë mirë, thash. E në, kur hika unë ke shpija, më qoj letër prapë muaj. Urbona, tha, më kanë qoj, tha, më Kufi, tha. Pa hajtë, më jem mirë, tha. Ju komunikonit ndërkohë me letra? Po. Shko ishim mirë, mo, ke zotë i naltë, kina për shku te, përse du. E në tha, ta i tha, mos u mërzit, tha,
shko mirë me pleqt, bonizmet gocë. Këto ishin gjërat që shkruante në për letra? Pa, që ta, pa. Si e të kaluat, je mirë, thujte, mirë, se ka qenë i shkath, ka qenë shumë i zoti, për shembull, ju e i përballojti. Mirë, pa, ma vonë, unë ishim kë shtëpia, gjithë ishim, por ishim nonat e me njerëzit e mi, me burrit, me vjerë. Vetëm kur erën carëp, kë shtëpia janë, kur shenda, pasën erdhë. Këta ishte organizata, atëherë e si kohja si ishte. Erdhën date. Mi për nëna vite, si tërpë, unë najta jashtë. Vjera, hyni mrena, e shkreta. E dullt, zonë të gërthajtaja, zonë të bo.
hyma me djalën e vetë. Po, më pas, çfarë ndodhi me ju? Ju mbetët, si të thuash, e ve. Por, zakoni e donte që mirë, po besoj se familja që krijuat Ditë pranvere në fshatin Larushkë të Krujës. Po, pranvere. Edhe këtu jeta rjetë si gjithnjë e tjetër. Njerëzit punojnë dhe ndërojnë për veçtë dhe për fëmijët e tyre. Duke edhur farën e re në tokën pjellore,
do të rritet bime e re ashtu si që rriten çdo ditë më tepër shpresat dhe ëndrat e njerëzve tanë paqdashës. Tashmë ne u mësuam të dëgjojmë zhurmën e traktorit, këngën e punës sonë. Këtë këngë nuk do ta shuaj në kurrë, as koha, as predhat, as vdekja. Jeta jonë gjithnjë do të triumfojë. Dhe sa krimi i madh është të vrasësh këtë jetë. Prindrit tanë i lindin fëmijët e tyre për jetën, dhe jo, kurrë jo që t'ja japin vdekjes. Ajo, vdekja goditi në këtë shtëpi. Shikojeni këtë babë të vrarë në shpirt. Këtë nënë që di vetëm të falë jetë dhe jo të marrë. Këtë grua të pikëlluar dhe këtë fëmijë të njomë. Ata mbeten pa birë, pa burë dhe pa babë. Por cili nga ne të dashur spektatorë nuk u idhërua dhe nuk u indinjua për vrasjen kriminale që ndodhi më 30 mars në kufijtë atë dheu tonë? Protesta e qeverisë sonë me këtë rast shprehu urrejtjen e mbar popullit tonë punëtor dhe paqdashës. E rëndë është dhimbja në zemrat e shokëve. E rëndë është plaga në zemrat e prindërve. Të mëdhenjët e vegjël të krujës legjendare i japin lamtumirën e fundit birit të tyre dëshmor, që me nder mbajti lart emrin e vendit kastriotëve. Betohemi para kujtimit të shokut tonë dhe para gjithë popullit se ne kufitarët, si gjithnjë do të përgjigjemi provokacioneve të armiqve me një vigjilencë edhe më të lartë për të mbrojtur lirinë, integritetin toksor, pavarësinë. Kujtimi i Hajdar Hoxhës do të ruhet në zemrën e gjithë popullit tonë. Ai do të kujtohet bashkë me dëshmorë të tjerë të rënë në mbrojtje të Republikës sonë popullore. Pusho i qetë, o shoku ynë i dashur Hajdar. Pusho i qetë, emri yt do të jetojë në vargun e dëshmorëve të lirisë. Detyrën e shenjtë ku ti bere flijetën do ta vazhdojnë në shokët e tu, vëllezërit e tu, Axhiu, i cili që sot ka ardhur këtu në kufi të ruaja të tokë, ku ti derdhe gjakun tënd e ku këmb armiku nuk do të shkelë kurrë. Kështu e mbrojmë ne mëmën Shqipëri. Bashkë me këtë grup punonjësish të fabrikës së trikotazhit, le të shkojmë dhe ne në spitalin e Korçës, atje ku ndodhet i shtruar ushtari Bajram Hysa. Me respekt e dashuri punonjësit tanë përshëndesin kufitarin Trim që u plagos gjatë këtij provokacioni. Si ndjeni veten shoku Bajram? Tashti e ndjej veten më mirë. Doktorët më thonë se për pak ditë do të dalsh nga spitali dhe unë përsëri do të kthehem kryet detyrës dhe bashkë me shokët e mi do të ndroj me nder kufijtë e shenjta të dheut tonë të dashur. Kufijtë tanë janë të paprekshëm,
Këtë u akujtojmë armiqve të atë dheu tonë paqësor. Republika Popullore e Shqipërisë është kështjellë e paprekshme në brigjet e Adriatikut, pjesëtare e kampit fuqishëm socialist. Më kote kanë armiqtë e Shqipërisë, ne nuk do të lejojmë që të cënohet jeta jonë. Nuk do të lejojmë që të cënohet e ardhmja jonë socialiste. Jetën e këtyre voglushëve, jetën e qepseres, vajzës së vetme të ushtarit dëshmor, ne do ta mbrojmë, do ta bëjmë edhe më të gëzuar, edhe më të bukur. Për këtë punojmë ne, për këtë vigjilojmë dhe nuk lejojmë që të na preket toka jone e shenjtë. Pranverë në fshatin Larushke, po pranverë, tek ne jeta rjedh dhe do të rjedhë gjithmonë e qetë. Atë lumshin durtri nëna, lumshin durtri. Patë edhe qefseren e vogël, apo jo? Po. Faleminderit shumë. Na e kina kërku, me thonë drejt, pas s'dishim as ku me e kërku, as ku me e gjetës. Sepse ju kujtohet, besoj, kur ka ardhur një ekip i Kinostudios dhe ka filmuar. Ju kujtojnë kur kanë ardhur që kanë filmuar? Atëhere. Po. Edhe ju keni që në fshat? Kënë të ushtarën, e në sem të ku marova që marova gati mujnë në fund që marojsh më shërin, a e ju vëra, e ne shumë që gjeta unë, vetëm që më vërësirë në vëzetë. Mirë, zonja Rukie, zonja Qefsere, zoti Haxhi, ju falenderoj që ishit sot të ftuar këtu në Histori me Zhurmues. Edhe na ju falenderojmë shumë juve, pa mas. Falenderit. Se na u bëm ka 50 sa vjetë si s'kina pa gjë, për shemë. E ne sot, shumë falenderoj për jush. Janar 1959. Në Kub, diktatori Batista braktis Havanën, gjë që i kushtoi jetën 80 mbështetësve të tij. Kështu Castro u dënua me 15 vjet burg, derisa u lirua nga një amnisti e vitit 1955, duke kërkuar azil në Meksik dhe Shtetet e Bashkuara. Në vitin 1959, pas revoltës së Lhasas, kryeqyteti i Tibetit kundër ushtrisë kineze, Dalai Lama së bashku me qeverinë tradicionale të Tibetit u detyruan të kërkojnë azil politik në Indi. Tenzin Gyatso, ose Dalai Lama 14, ishte vetëm 15 vjeç kur u kurorëzua udhëheqës i Tibetit, por këtë role u shtroi vetëm për pak kohë, me që vendi u pushtua nga kinezët në tetor të këtij viti. Më 1954, Dalai Lama shkoi në Pekin për të negociuar me Mao Tse-dunin dhe Zhou Enlai, por këto tentativa dështuan. Pas një tentative të dështuar revolte e mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara, Dalai Lama arratiset më 17 mars 1959 dhe arrin në Indi. Më 31 mars strehohet në Dharamsala, ati ku ka rezidencën edhe sot e kësaj dite. Republika Popullore e Kinës refuzoi ta njihte qeverinë provizore tibetiane që Dalai Lama e krijoi në një fshat pranë kufirit me Indin. Kjo qeveri vazhdon të ketë zyrat dhe aktivitetin e saj në qytetin indian të Dharamsalës edhe sot e kësaj dite. Kjo qeveri në azil, me funksione rehabilituese për të gjithë refugjatët tibetian që kërkojnë azil në Indi, ka qëllim të administrojë kampet e refugjatëve dhe të ndihmojë ata që të ndërtojnë një jetë të përhershme atje, të ruajë kulturën tibetiane dhe të arsimojë të larguarit për të ruajtur gjuhën dhe traditat e origjinës.
Në Washingtoni, kryeqyteti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I ftuar nga presidenti Eisenhower, arriti këtu për një vizitë zyrtare kryetari I Këshillit të Ministrave të Bashkimit Sovjetik, Nikita Sergejevich Khrushchev. Mysafirët e lartë sovjetik I përshëndet në aeroport presidenti Eisenhower dhe udhëheqës të tjerë të shtetit amerikan. Kalohet në revistë Roja e Nderit. Presidenti Eisenhower I uron Nikita Khrushchevit mirëseardhje. Shoku Khrushchev falenderoi për ftesën dhe uroi që kjo vizitë I shërbejë çështjes së madhe të paqes. Takimi I udhëheqësve të dy vendeve të mëdha do të ndihmojë në uljen e tensionit ndërkombëtar dhe në likuidimin e luftës së ftohtë. Qindra mijë banor të Washingtonit I bëjnë kryetarit të shtetit sovjetik Khrushchevit një pritje të ngrohtë. Miliona njerëz në gjithë botën e shikojnë takimin e Khrushchevit dhe Eisenhowerit si një shpresë të madhe për paqen në botë. Operatori ynë vizitoi ndërmarrjen bujqësore shtetërore të Sukthit, ku vazhdon puna për përgatitjen e tokave për mbjelljet e pranverës. Këtu ai takoi shokun Mehmet Sheu, kryetari I Këshillit të Ministrave që ka ardhur të kryejë muajin e punës fizike. Me përgjegjësin e sektorit të rushkullit Ali Gruçkën, ne u njohëm me punën e shokut Mehmet. Gjithçka në rregull, plugimi është bërë mirë. Shoku Mehmet Sheu ka marrë këtu një parcelë toke prej 7 hektarësh,
ku punon për të marrë rendimentet larta në disa kultura bujqësore. Shoku Mehmet e njeh mirë bujqësinë. Gjatë punës fizike, ai ndihmoi njëkohësisht punonjësit e ndërmarrjes për të zgjidhur detyrat e tyre. I ftuar sot në Histori me Zhurmues është një nga njerëzit, një nga personazhet që ndeshen shpesh në kronikat e kinoditarëve të atyre viteve. Heroi i punës socialiste, zoti Petro Oldashi. Unë do t'ju ftoja të ndjekim një montazh me disa nga kronikat në vite ku ju jeni një nga protagonistët e këtyre kinoditarëve. Dhe në të gjithë Republikën filloi lufta për plotësimin e 5 vjeçarit të parë. Me suksese të reja në punë ju përgjegjën vendimit të qeverisë punëtorët e patosit dhe të qytetit Stalin. Në shembullin e Bashkimit Sovjetik, për të parën herë në Shqipëri filloi lëvizja stakanoviste. Në të gjithë vendin njihet brigada e çpusve e Petro Oldashit. Një nga stakanovistët e parë, ai 9 muaj përpara afatit ka plotësuar planin e vet vjetor. Nuk don të mbes mbrapa Petro Oldashit dhe brigada e Sul Kurtit. Në Tiranë zhvilloi punimet konferenca e parë kombëtare e punonjësve të industrisë së naftës dhe minierave. Shoku Adil Çaçani, ministri i industrisë dhe i minierave, në raportin e tij theksoi midis të tjerave se vendi ynë ka arritur suksese në rritjen e prodhimeve minerale dhe të naftës. Shoku Spiro Koleka, antar i Biros Politike, përshëndeti konferencën në emër të Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë dhe të Këshillit të Ministrave. Të gjithë diskutantët vunë duke sukseset që janë arritur në këtë sektor dhe punën e madhe që i pret në të ardhmen këta luftar të pararojës industrisë së rënd për t'i dhënë ato dheut më shumë naftë dhe minerale. Midis një entuziazmi të madh, shoku Gogonushi, presidenti i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, njoftoi për dhënien e titullit Heroi i punës socialiste punëtorëve të dalluar Petro Oldashit, Rexho Idrizit dhe Shefit Ysës. Shoku Shefit Ysa falenderoi partinë për këtë nder të madh që i bëhet dhe u zotua se edhe në të ardhmen do t'i kryej detyrat me nder. Zoti Petro, patët rast kështu të kujtoni edhe disa nga momentet e punës, madje dhe kolegët me të cilët ju keni punuar për vite me radhë, apo jo? Unë fillova si punëtor i thjesht. Në 46 punova gati 6 muaj për bonifikimin e kënetës së Maliqit. Me të vërtetë jo për mua, po për gjithë ata punëtoria atje kushte shumë të vështira. Megjithatë, si thonë, u bëhe mundur që kënete e Maliqit të bonifikoj dhe ekonomisë bujqësisë shqiptare ju dhanë mira e hektar tokë që ajo t'i përdorote. Për herë të parë u qelë puna për qeljen e rekorudhës së parë shqiptare Durrës Peqin. Edhe unë aty, si shumë të tjerë, dhash një kontribut të tim modest për 3 muaj, si thonë, në rekorudhë. Edhe prandaj, mbasi mbarova, fillova në shtator të 1947 punë në kantierin e Patosit. Ju në qytet jeni rritur? Unë jam rritur në fshatin Sinti Shpiragut, do më Merberati. Disa kohë, mbasi u dëmtuam nga lufta, si fshat, si tonë, në kohën e luftës, kam jetuar në fshatin Vokopol të urës së Asambeut ose ura vajgorore. Prej aty, fillova punë në Patos. Ditën që desha të filloja punë, më bëri thirrje përgjesi i kuadrit. Më thot, shko në oficinë, se atje është puna me letonitor, ajustador, je brenda, se në puset e shpimi do punoj jashtë në të ftohtë, temperaturat ulta të bordë, nuk ndalej puna 24 orë për 24 orë.
Edhe unë me gjithë të zgjodhe thash të vete në punën më të vështirë si do të ishin shpibet. Ashtu e imagjinoja dhe me të vërtet ashtu ishte e vështirë. Fillova si punëtor i thjesht, e kërkova që të shkoja në një stacion pompimi që i shërbente puseve të shpimit. Edhe aty, mbasi që drova 5-6 muaj, përsëri e shikoja veten të mbyllur, jo shumë aktiv, kur mendoja se kisha forca dhe fuqi që t'jepja më shumë. Atyre më caktuan të vija në sondat e shpimit. Në atë kohë, kur vajta në sondat e shpimit, kishte akoma disa specialist italian të mbetur nga kohë e luftës, me familje të ardhur nga Kuqova në Patos. Edhe këta ishin dirigjonin ato sondat e shpimit. Po thuj, këta ishin më të përgatiturit. Kishim dhe 3-4 Jugoslav, do të them specialistë Jugoslav, të ardhur në atë kohë, si thonë. Na thanë, jo vetëm unë, po dhe shumë djelë mosha kështu si unë në moshën time, që do shkoni ti të ky specialist, të ky, dhe të cilët do t'i merrni zanatit, do t'i vithi zanat. Dhe kështu u bëm. Brenda 3-4 muajve, ne u bëm të aftë, të dirigjonim makinerit e naftës, edhe erdhi koha që ata u larguan, si thonë, për vendin e tyre në Itali. Që këtu filloi, domethënë, stimulimi që unë mendoja që të jepja më shumë. Shumë shpejt ju bët kryesondist, që në vitin 1948. Më morë si njeri me shumë rezultate, si pararoj e shpimeve, të shkelur, si që thonë në Patos, që nga Masarenti, nga Meca 3, nga zona 100, nga Margliqi, nga Patosi Vjetër, ka shkelu këmba dhe kontributi im. Vazhdimisht më thoshe si pararoj e zgjerimi të vendburimeve të naftës. Pas disa dekoratash, uri punës klasit pare, naftëtari dalore, naftëtari zgjedhë, medalje punë e tjera, si thonë, në 16 korrik 1959, këtu në Tiranë, u titullova eroi punës socialiste. Bile, mua më ndihmoi në këtë, edhe vajtja 6 muaj nga korriku dhjetori 1952 në ish Bashkimi Sovjetik, në rajonin naftë nxjerrjes të Krasnodarit. Ishim 29 naftëtar, nuk ishim në kapacitet shkollor në një kushedi, por këm gullës. Edhe eksperienca që kishit pasur në pusët e zonës. Kishim njoj, bile, shtëpia ime ishte vetëm pusi. Norma mbas norma që thyenit, rezultat mbas rezultatit, inovacionet që kishit, këto të gjitha, si të thuash, krijuan të gjithë kondicionin për t'ju dhënë ato titujt një mbasje. Në fillim naftari dalluar deri heroi i punës socialiste. Dhe më thatë që shtëpia ime ishte nafta, pusi naftës. Sa kohë ndenjët në këtë zonë, në zonën e Patosit, për cilën bëhet fjalë? Deri në 60-ën, 47-60 në këtë zonë. Në 60-ën fillova teknikumin e naftës, 2 vjeçar. Mbarova teknikumin e naftës, prej andej, si thonë, më tha do vesh në universitet. Po jam 32 vjeç, e kam të vështirë unë, si thonë, edhe me 3 fëmijë, si thonë, e kam të vështirë, me thënë, po do vesh, mbajta. Me shumë vështirësi, me thënë drejtë. Mundova që edhe e mbarova. Dhe u titullova inxhinieri shpim kërkime për naftë e gaz në Fakultetin e Gjeologji Minera në Korrik, fillim Korriku 1967. Kur u kthyeet, ku u emëruan? U emërova kryenxhinieri i ndërmarrjes së madhe të shpim shfrytëzimit në Patos. Ndërmarrje shumë me kapacitet shumë të madh, sondash e këto. Dhe 67-68 më thanë do të çojmë të punosh në punë partie. Dhe shkova. Kjo zgjati deri në vitin 1975, nga 75 u ktheva përsëri në naftë. Punova si drejtori shpim kërkimeve të naftës. Ishte drejtoria vetme e kërkimeve të naftës në Shqipëri, që shtrinte aktivitetin e saj nga Shkodra, Ishmi, Durrësi, po e filloi që këtej, si thonë, Divjaka e Lushjes, Meradhë, Bubudhime, Ardënice, Patosi po e po, Frakula, Vlora, Amonica, Gorishti, si thonë, një zonë Delvina, zona shumë të gjera. Bile
për shpim kërkime ne ushtrojmë aktivitet edhe në zonë e Elbasanit, që nga Dombreja, Pekishti, edhe mjatë zonat të tjera, deri edhe në Grabsh, deri në 84. Atëre, ndërruam vendin e punës dhe shkova drejtori teknikumit të naftës në Kuçau. Dhe e mbylla në shtator të vitit 1991. Pra, keni mbyllur në arsim? Në arsim, 7 vjetë në arsim. Megjithatë, ju më thatë që jeta ka qenë e lidhur me këtë sektor. Po. Dhe për hir të zvërtetës ka qenë një nga sektorët më delikat të ekonomisë, një sektor që ka pasur shumë furtuna, oscilacione, grupe që quheshin grupe sabotazhi, grupe armiqësore. Ç'mund të më flisni për këto ngjarje? Nafta si sektor me vlera të mëdha ekonomike, shikoj edhe me këtë që duhet ishte rezultative. Të shpoje një pus nafte 1 metër njarë për atë kohë vlerësoj 10.000 lekë në zonat të zakonshme të njohura, ndërsa në zonat të panjohura, kosto e 1 metër njarë ishte edhe më i madhe. Veni puset edhe 100 milion, edhe 150 milion. Mirë po, ku vitere përfundimi që nuk takoj shtresa e naftës. Dhe nuk ishe 1 e 2, po erdi një momente që raporti u bë shumë i lartë negativ, puse negativ, atëre u rritën kërkesat, kërkesa e llogarisë, edhe duhet të shpjegoj se kishe dhe planifikim. Po duke bërë planifikimin, bëj plani 5 vjeçar, do ndërtojmë kaq objekte, kaq ekonomie, kaq kjo, si thonë, këto nuk delte nafta. Atëre do kërkoj llogari që na thatë që do të ketë naftë, do zbulohet naftë. Ku është nafta? Atëre do shpjeguar dhe arriti si kërkesa deri, si thonë, në atë që dihet që viti 1975, si thonë, aktivi me emër aktivi Patosit, u gjikua, u vlerësua, si thonë, në ato shkallë që tani dihet që mjaft specialistë morën goditje deri në goditje kapitale. Pusi përpara kishte gjeologjin. Unë duke qenë përgjegjësi pusit, shpova dhe zbulova 35 puse me naftë. Kjo më lidhi pasaj me gjeologët. Qeta njifja mirë edhe Koçoplakun, edhe Beqiralin, të njifja shumë dhe afrë, nuk e kam jo mirë të Gjikopolli, për shembull. Petre Gjashkën, drejtorin e institutit, si të kështu, e shumë gjeologë të tjerë, si të kështu, Lipe Nashin, Ramiz Gjabin, e Qeren Beci Shkodranin, Ramadan Perac Shkodranin. Detyra në bënde që, si të gjeologjia dhe shpimet, nuk bëni do të pa njëra tjetër. Pastaj problemet që delin në tokë, anomalitë në tokë, sprishje tektonike, shumë probleme tjera që nuk e takonim objektin, e kërkonim këtu, si thonë, objektin të esën, ai mund të ishte të jetë edhe se ka pëldot. Delte pusi negativ, kërkoj llogari që bërë. Ju vetë keni pasur në një moment të vështirë gjatë profesionit tuaj? Kjo ndikoi që unë të ndjeja diçka në vetë. Domethënë që nuk ishe ai që isha. Jam thirrur në Tusi në fundin e vitit 83, 84. Edhe u mora direkt i pandehur, për arsye se ka avari, duke që edhe inxhinerun, edhe drejtor, i jepe edhe mendime teknike. Edhe mendimet e tua kanë ndikuar negativisht për këtë. Unë ndoq prej disa muaj, prisja që të delja para gjyqit unë, një ditë më thanë nuk do ndiqesh. Kërkova shpjegim, pse më futën në këtë valle dhe si u mbyll. E sot e kësaj dite, unë nuk e di. Mirë, gjatë profesionit tuaj, ka pasur momente avarish, aksidentesh,
të cilat ju kanë bërë që të vendoseni në pozita të vështira? Kam pas një moment, i vështirë në pusin 528 në Marinës. Priste ekonomia që të zbuloj shtres nafte me kapacitet, pas 522-shit. Eri një momente që atje mund të shpërthente fontana, keni para ato fontana që dalin atje. Edhe po të shpërthenin ato, 100.000 tonelata naft edhe gas iknin, si thonë, të pak kontrolluara në dëm të ekonomisë. Momenti kur ajo shpërtheu, më thotë e i përgjesi turi, thotë, po shpërthen, thotë. Po ishte vështirë atje tjetë, ishe atje në pratë, në argjile, këshu ajo shpërthente, shkoj gati një 20 metrë lartë, si thonë, solucionja fontanimi, e bëm të mundur me ata punëtorët që ishim atje, si thonë. Bile dikush edhe më iku, se u trem, është e vërtetë, u trem, kështu, e mbërtheva prej gjakete pe krau, këtu, kur të vdesë mund, dishtë dhe ti, dhe e mbyllëm, kur ka ardhë një specialist sovjetik, në ato ditë, si tonë, unë ndodhëshe atje në kryet të sondës, i thot inxhinier Ramis Gjabis, i thot, kush është mjeshti që e mbylli këtë? I thot, ky. Më bje krave, thot, Maladjeq, thot. Djalosh. Rusisht, djalosh, Maladjeq, thot. Të lumë, thot se, po qese do kishe shpërthyer, thot, këtu do të që bërë një katraurë. Për të parën herë në drejtimin e qendrave të naftës janë vënë inxhinierat shqiptar, midis tyre Ramis Gjabia që ka kryer studimet në Bashkimin Sovjetik. Nafta jon, e nxjerr nga duart e palodhshme të punëtorëve tanë për industrinë tonë. Më kotë ndrojnë zotërinjt kapitalist të kthejnë të kaluarën. Nafta shqiptare kur më nuk do të shtoj fitimet e kompanive të huaja. As nuk do të kthehet më kur jeta e mirë e punëtorëve shqiptar në këto baraka që qëndrojnë si kujtimi hidhur i së kaluarës së zezë. Patosi, qendër e re dhe lullëzuese e naftës. Këtu gjithashtu punëtorët janë garë për nder të 10 vjetorit të partisë. Brigada e çpuesve të ri e kryesuar nga Pjetër Audashi e pret festën e madhe të klasës punëtore me suksese të reja në punë. Në punë rriten dhe forcohen kuadrët e reja. Inxhinieri komunist Ramis Gjabia përdor me sukses metodën e inovatorit sovjetik Kafarov. Pranë puseve të Patosit janë ngritur shtëpia të reja për punëtorët. Dhe akoma më lartë u ngritën njerëzit e kësaj Shqipërie. Në përkullat e hekurta e filloi rinin Petro Oldashi, këtu ai u bë kandidat i Komitetit Qendror të Partisë. Këtu rrit Ndreko Nakuçi dhe këtu ai u bë hero i punës socialiste. Kur ata e filluan punën në naftë, në hartën e Shqipërisë nuk ishte as kjo zonë industriale e qytetit Stalin, as qyteti industrial i Cërrikut. Ne i ngritëm ato me duart tonë. Ne kërkonim gas në Bisht Pallës të Durrësit. Në vitin 60, para se të iknin specialistët rusë nga nafta, edhe ka vëndi, po nga nafta, u shpo një pus, Bisht Pallë 1, me jeme, Bisht Pallë 1. Vajtin në projekt, pristin që të derte gas me kapacitet, sepse ajo zone e Bregdetit Bisht Pallës në detë, disa kilometro del gazin si përfaqe në ujë.
e ndes me shkep dijet. E ka origjinën thellë ku e ka, si thonë Gjikundi, po edhe thanë që këtu gazit vetë i pambaruar dhe këto fjalë, si thonë këtu. Shkoni deri tek i madhi qeverisë, tek i madhi partisë. Bile, u thanë Imamet, nga ata, jo nga ne, do klasifikohet jo vetëm Durrësi, po edhe Tirana. Po atyre thënë, maleton arriten, goditeni, dhe qomë përsëri, basi ikën rusët, se thanë, zdoli ky gas, na ka sabotuar, që thonë rusët. Vum njeshi biz, aty afër. E qomë në atje ku duhe, ku donë të geologjia, ashtu se na kështë dhe në detyre, me gjithë parametrat. Erdi puna, ku është gazi, mirë të parat, rusët, po këtë jatitën e kemi në ndorë. Ku është gazi? Kërkoj tani që uj detit, si thonë, për mua të bëj gaz. Atëre u deshtë të kërkoj e sape logari. Isha drejtori kërkimeve të naftës dhe i pari në shenjë isha unë. U organizua një mbledhje atje tek sala e marinës luftarake në Bishpall. Erdhe në mbledhje me preashtim të Enver Hoxha, Mehmet Çeu, Hysni Kapa, Rami Salit, gjithë byroja politike dhe ministrat e tjerë e tjerë. Filloi mbledhja, kush e do fjalën, ja japim drejtorit të institutit Petraj Gjaçka, që është bërë paramet se ka vdekja, si thonë ashtu. Folje në emër të geologjisë, duke justifikuar diçka kështu që e ka mbytur solucioni i argjires që varet nga teknika e teknologjia e ndërtuar dhe e zbatuar. Atëre, mbaroi i diskutimi, ngrihet drejtori i kërkimit. Isha përgatitur me të gjitha parametrat tekniko-teknologjike që e kishin zbatuar deri në maksimum. Mirë po, nuk naqesh pala tjetër. Pse, si thonë, mbaj mend si tani, një orë në këmbë. Ndasa në një moment, Adil Shashani, ishe cili ishte, po për naftarët, ishe një burë shumë i mirë. More shoku pali, po ke një orë, thot, që meresh me atë, thot. Sa e një naftën a i, është tekstualisht, nuk e një asë një nga neve këtu në këtë salë. Ka që desh ula, ngriti shok të tjerë, si kështu, folëm, e vërteta ishe që të gjitha parametrat tekniko-teknologjik nga ana e shpimit puseve, nga drejtorisë dhe ndërmarrjes gjeologjike të Lushjes, ishin zbatuar deri në një. Por, fatkeqësisht për ekonomi që shtresa, nuk ka gas. Puna në naft ka qenë ndër ato profesione që quheshin të mirë paguara. Kështu që një nga, si të thuash, stimujt tuaj, nuk ka qenë ndoshta vetëm ana morale, por edhe ana financiare. Po, te kalimi i detyrave për shpimin e një pusi, projekti e kishte 20 ditë, 30 ditë. Unë s'kisha lënë projekt pusi pa e mbaruar 5 deri në 10 ditë përpara. Atëherë këtu bëhej edhe vlerësimi ekonomik. Ishte edhe një sistem sovjetik, po pastaj uoq, që ne për këtë kontribut stimuloheshim më mirë se sa brigatat e tjera. Bile, arriti edhe momentet tila, të vem të punoj me brigatën e Petrol Dashit, se atje fiton dhe më mirë. Më morën si brigadier i daluar dhe i avancuar, më qonë në brigatat të prapambetura, të nxjesh edhe këto nga prapambetja. Ju më thatë që në një moment caktuar ju ngarkuan me detyra partije. Madje në kronik thuhet që ju ishit dhe kandidat për Komitetin Qendror. Besoj në këto momente nuk keni qenë kaq i paguar sa atëherë kur punonit në naftë. Në qershor të vitit 1961 ishi zgjedhjet për në Kuvendin Popullor të Republikës së Shqipërisë. Isha në teknikumin e naftës. Më thrasë e më thonë, je caktuar kandidat për deputet në rrethin e Beratit. 31 vjeç isha. Bëmë ato si që bëhet propaganda këto, po para pregatitet edhe në faktu më zgjodhëm deputet. Jam zgjedhur në 4 legislatura të Kuvendit Popullor. 62, 66, 66, 70 nuk u zgjodha, 70, 74, 74, 78, 78,
82, 4 legjislatura si deputet i Kuvendit Popullor. Nuk ishim asë stimulimet, vetëm gjë ishte që kur vinin në mbledhje, na paguonin hotelin, aq ishe me duar 300 lekë të vjetra, se këto ishin ushqim, këto ishin hotel, kjo ishte e ardhura që merim. Në shkurt, 14 shkurt të 61-shit, duke qenë edhe unë një nga delegatët e sektorit naftës në Kuçoll, që ishe kongresi kur i ndarjes përfundimisht me vendet e lindjes. Kur erdhi puna që të bëshin zgjedhjet për komitetin e ri, doli emri im. Çka kam bërë shumë unë që të arri deri këtu? Megjithatë, votimi, edhe prej kësaj kohe, si thonë, antar i Komitetit Qendror. Edhe kjo, si antar, vazhdoi deri në Kongresin e 7. Atëre, nuk u zgjodha me antar, por kandidat i Komitetit Qendror. Vazhdoi dhe kjo një periudhë, deri se erdhi Kongresit 8, periudha për të bërë, atje nuk u zgjodha me antar i Komitetit Qendror. I kam shkëputur këto punë, si thonë, me këte. Gjatë se kohë, si thonë, ndjeja që duhet kontribuoja, si thonë, edhe duke u aktivizuar, ose duke qenë sekretar i Komitetit Partisë të Beratit. Fillimisht sekretar, pastaj 2 vjetë, 73-75 sekretar i parë, vetëm 2 vjetë, edhe më liruan, që ktheva përsëri në naftë, dhe mbylla karierën në naftë. Ju më bët një vlerësim për një nga figurat e qeverisë asaj kohe, Adil Çarçanin. Po takime dhe raporte me antarët e tjerë të qeverisë keni pasur? Tani, antarët e tjerë qeverisë, po e filloj nga ministrat. Në vitet 50, ministri naftës ishe Shefqet Peçi. A i me ato tipare ti ushtarake, kështu, por ishte ministr që kërkonte e sap dhe llogari. Ishe atakuar, kisha ardhur në Puse, ishe operativ, vitet në Puse. Vile nga kisha raur dhe kratë, kur shpejtonim përfundimin e Pusit e venja para kohë në Prodhim. Gjafer Spaju, Koço Theodosi, Pali Miska, e tjerë pasaj po, e këta. Po të me të gjithë këta, unë kam pas punuar, kam punuar. Dërsa, unë me Adil Çarçanin, jemi një orë që shpejt, si tonë në naftë, që kur ishe ministri i industrisë minerave, në ka një orë se shpesher gjindej pranë punëtore dhe punë prodhuese i e bëndë të puset e naftës. E vërteta kështu, të puset e naftës. Bëndë diçka sa më të bënde Adil Çarçani, nuk do bëj punëtor i shpimit, si shdel aty, punëtor kyçi, por diçka me punëtorët atje dhe ishte mjafti i afruar, Duke qenë drejtori i përgjithshëm i kërkimeve gjeologjike, na çonte detyrat të vinim dhe në kryeministri, me kryeministër Mehmet Shehu. Ishte një orë figura, domethënë portreti i tij, i ashpër, i rrep, kërkues. Mëse kishte ndonjë moment që mërzishim deri na çka thoshim që të dorëzojmë qersat e të vi kush e bën. Se drejtor, ne po dergjemi pranë ditë e natë, si thonë, kemi arruar shtëpinë ku e kemi, si thonë, po dergjemi edhe kaq vlerësohet, më mirë sa të bëjmë dëm, sa t'i bëjmë dëm shoqërisë ekonomisë, më mirë të lirohemi edhe në njerë këshim thënë fjallën. Si ndodhi me pusin C12. Cakri 12 ishe i disati pus që shpoi në rajonin e Cakrit që nuk kishin dhënë naftë, nuk kishin zbuluar naftë. Nuk ka pej shtresa, nuk ka pej objekti. Dhe Cakri 12 u dha për shpim, u ndërtua projekti bas aktivit të Patosit. Që në specialistët e naftës lindi, si thonë, Stepja, Strukja, Frika, si thonë se që pësuan shokët. Edhe para se t'jepin një pikë për shpim, duhet me ndoni mire, duhet ishi shumë guximtar. Veçantin në ato zona ku ishi shpuar, disa puse ishin harxuar 10-300 miliona, të jepin tjetër, derte negativ ishte
Mendoj kjo, të dete negativ që shumë e vështirë. Megjithatë, u mori iniciativë nga si kryeautor Hektor Dalipi, geolog pranë Institutit të Naftës në Fier. Nuk rron tani. E mori iniciativën dhe me shokë të tjerë që ta ndërtoj një projekt për C12, të shpohet se këtu do të zbulojmë naftë e gaz. Unë isha në drejtorinë e kërkimeve gjeologjike në Kuçovë. Mendimi i drejtorisë gjeologjike ishte oponencë e drejtë e një vote në votimin në Këshillin Shkencor të Institutit të Naftës. Qose ishte 10, bësh 11. Qose ishte 9, bësh 10. Domë, kishte vlerë. Kishte mendime që ky shpim nuk e takon objektin. Fajti në Këshillin Shkencor të Institutit, edhe mendimi gjeologjik, kisha krye gjeolog Abedin Sanxhaktarin, krye gjeolog të kërkimeve të naftës, me të punoja dhe bashkëpunoja mirë, e pyesha edhe më pyeshe dhe vendosëm që mendimi i drejtorisë gjeologjike është që të shpojt pusi se aty do zbulohet naftë. Vajtë në institutin u bë debat dhe u nda 10, mos gaboj, mos me kapital që to, e vërteta është me diferencë, 10 në 11, 11 të jepet pika për shpim. Kur e morëm kampionin, doli kampioni si përfaqe vite erë, po jo erë benzin, po Kondesag, e pa atakuar asnjëherë deri në këtë moment në gusht të vitit 1977 në Shqipëri, e pa atakuar. Çudi. Ne benzina, si thonë, ne kemi nafta të renda në Shqipëri. Sa ta meri atë në kondensatit, t'ja ithje makinës kamionit, ajo ikte. Pa që nevojë të përpunoj, me vështirësi, po pa që nevojë të përpunojë në uzinat e naftës, si thonë. U bë një debat i madh. Bile u dyshua, edhe në përmjet organeve tjera, se mos na i ka bërë njeri qëllimisht e futin në kovën e benzinës për thënë që këtu ka naftë. Deri këtu. Doli e vërteta që ky ishte kampioni i shtresës. Megjithatë ndikoi negativisht. Në një moment teknikat që duhet të ishin tërguar ndryshe brigata e shpimit, bëri tolerim lëshim, na shpërtheu fontana e hapte C12-s dhe megjithatë u përpoqëm dhe e mbyllëm për 32 ditë e 2 orë. Gjithë ata specialistë të mirë, inxhiniero teknik të industrisë naftës. Njeri i dalluar më shumë se sa tjetri, të pa kursyer, pa gjumë, një kontribut jashtëzakonshëm, dhe arritëm që u mbyll. E vërteta, një moment i vështirë këtu. Ishte data 19 shtator 1977. Industria naftës ishte thirrur të raportonte në byro politike. Çfarë do raportonim, mendonim, fontane hapët. Pyetje e parë që do na bëjnë, po flashu buri bukpyr, pse shpërtheu fontana? Kaq. Deri para mbledhjes, e ndjeja veten pozita të vështira kështu. Kisha një drejtor të drejtorisë naftës në ministri, një Perikli Prifti, qofsha fal, më kurajos se sa unë. Thoshte, mos ki merak, se nuk është përgjegjësia e jonë. Si të kështu. Më jep të kurajme, megjithatë menduam që si do zhvillohet mbledhja. Te dera e mbledhjes, sallës mbledhjet, Enver Hoxha në kem. Ne jemi, si thonë asaj si ajo dhia e spordhosur, të preskyte dera, të parin priti Petraj Gjashkën, takoj Petrajin dhe uroj. I dyti yri Perikli Prifti. Edhe këte, vi unë, tash unë jam direkt, përgjesi kryesori i pusit, edhe më një gjithë tirë. U ullëp në salë, pozicionin ata në salë, thiri për konsultim Petraj Gjashkën, e informoj, janë tekstualisht, e informoj Petraj që jetë një tavolin, i kërkoj perspektivën e naftës, veç sakranit ku shikohet, ku parashikohet që tonë naftë e këto punë, i raportoj. 55 minuta.
tani tha do bëj pushim. S'meri radha mu akoma për të folë, se unë e kisha radhën. Çfarë do them? Si do përgjigje? Çfarë pyetje do mbajnë? Mendoj, kujto të ishe në atë pozicion. Basi i bë pushimi, filloi mbledhja, unë prishet më jepin emri, e mbyllim mbledhjen. Dolëm të dera, përsërin na përcolli, po Elver Hoxha tha, miri ishte të mos kishë ndodhur fontane hapët, por kemi besim se naftëtarët do të mbyllin shpejt. Ikëm, shkëm në gjirin e naftëtarëve të specialistët, nuk zgjati më shumë se dhe 12 ditë tjerë, dhe e mbyllën dhe e bënë zapë dhe i pus u vu në përdorim. Zoti Petro, pyetja ime fundit është, a ndjet keqardhje kur u larguat nga nafta dhe shkuat në një sektor tjetër, në atë të arsimit? Nuk e kam pritur mirë. Sa mirë me erdhi kur ika nga punë të Partisë Shkova në naftë. Nuk e kam pritur mirë. Megjithatë, unë kam qenë, jam, edhe derisa të jem, unë jam naftëtar. Unë naftën e ndjek. E tani, pavarësisht se jam lartë në pension, unë përsëri kur shkoj në Kuçov, kur shkoj në Patos, kur shkoj në Fier, me naftar që takoj i them, ç'bëhet me naftën. Zoti Petro, të falenderoj që ishe sot në Histori me Zhurmues. Unë ju falenderoj juve, edhe për një fakt që më duket sikur mora më shumë energji duke u shprehur. Ja, do më ndihmoj, përshëndetjen e pse u fëtoj. Faleminderit. Ju faleminderit ju. Në një nga sallat e shoqërisë miqësisë u hap ekspozita e piktorëve shqiptar Nexhmedin Zajmi dhe Fotostamu. Shoqja Liri Belishova inauguroi ekspozitën. Të dy piktorët tanë, Nexhmedin Zajmi dhe Fotostamu, kohët e fundit vizituan Bashkimin Sovjetik dhe patën mundësi të njihen me mjaft miq sovjetike dhe me jetën e tyre. Vizitorët ndoqën me interesim tablotë me të cilat artistët tanë kanë ditur të na paraqesin mirë portretet e njerëzve sovjetike dhe aspekte të ndryshme të jetës së tyre. Kjo ekspozitë e bukur u pëlqye shumë nga punonjësit tanë. Po bëhet rekonstruksioni i ndriçimit me llampa neon. Çkulen shtyllat e vjetra. Ngrihen shtyllat e reja metalike. Shpërndarja e energjisë me rekonstruksionin e ri të ndriçimit bëhet nën tokë. Duke të zhdukur kështu rrjetin nëpërmjet shtyllave, evitohen shumë avari. Një ndihmë të madhe japin instalimet specialistë hungarez nga vendit të cilave kanë ardhur këto llampa. Duke konsumuar të njëjtën sasi energjie, ky sistem i ri shpërndan rreth 70% më tepër dritë. Gjithçka është gati. Dhe kur mbrëmja bie mbi Tiranë, kryeqyteti llamburit nga dritat neon. Natën Tirana do të duket tani edhe më e bukur. Në stadiumin kombëtar Kemal Stafa filloi kampionati 15 kombëtar i futbollit. Para tribunës qendrore rrjeshtohen skuadrat më të mira të vitit kaluar, Partizani, Besa, 17 Nëndori dhe Dinamo. Veterani i sportit Doktor Isuf Dashi përshëndet futbollistët dhe deklaron të hapur kampionatin. Doktor Shefqet Ndroqi bën goditjen e parë të topit. Filloi ndeshja e parë midis 17 Nëndorit dhe Partizanit. Tirana si t'hidhe në sulm dhe rrezikoi në portën e Partizanit.
Tani kundërveprojnë ushtarakët. Gjuan resmja, por me tani pret bukla. Iniciativën e ka përsëri skuadra e 17 nëndorit. Lojtarët e saj hyjnë në zonën e rreptësisë së skuadrës kundërshtare, por pa rezultat. Loja ka zbritje dhe kundërzbritje nga të dy anët dhe faza interesante. Dhe në pjesën e dytë, loja vazhdon me të njëjtin ritëm. Portierëve të dy skuadrave u duhet të tregojnë aftësitë e tyre. Ndeshja përfundoi me rrjeta të paprekura. U dha sinjali ndeshjes në waterpolo midis skuadrave Partizanit dhe Durrësit e vlefshme për kampionatin kombëtar në këtë lloj sporti. E dyja skuadrat paraqiten kandidate për titullin e kampionit. Ekipet luftojnë me këmbëngulje për të bërë një lojë sa më të bukur dhe për të dalë në krye të klasifikimit. Ekipi ushtarak duke pasur avantazh në golevarash, fitoi ndeshjen. Kështu skuadra Partizani zuri vendin e parë dhe fitoi titullin kampione për vitin 1959.